Jemi rikthyer sërish në studio, vjem të qëndrojmë në transmetim të drejtë për drejtë edhe për këtë pjesë të dytë të programit Studio Live, ndërsa vjojtje me avakatin Zaç Islami për të diskutuar dhe reformën administrative territoriale, që për të cilën pati dhe një diskutim të hapur apo jetë dëgjes publike në shtetin e Fierit. Avokat, një koment duhet ta marrë edhe për këtë çështje që padyshim ka një interes të lartë, por sa do të jetë vërtet në shërbim edhe të qytetarëve. Njerë, deri më sot, që nga 91 dhe deri tani, janë bërë një 5-6 reforma territoriale. E harruat të ka shqyqojtur një, apo ke qenë djali vogël ti atëre, reformën e atë parlamentin e Dushkut. Dhe reformat të tjera që janë bërë në funksion të mbështetësve të cilës çdo forcë politike që ka pasur interes. Dhe reforma territoriale bëhet vetëm i bazën e votuesve, ku kemi votues tanët, atje do të çojmë dhe bashkinë, atje do të çojmë të tëra. Do marrim një faktor tjetër që është shumë domethënës. Po. Në qytetin e Tepelenës është larguar spitali, është hequr, është mbyllur. Si është mbyllur? Mbyllur spitali, s'ka spitali në Tepelenë. Unë po e them edhe dalë kryetari i Bashkisë Tepelenës thotë jo, s'është e vërtetë. Pse është ai spitali? Pas një, nuk e di, me di shteti. Sa kohë ka? Po bëhet vit javash avash. Një vit pas spitali? Po. Dhe qytetarët në vend Gjirokastër. Po mira e që vetë në Gjirokastër se mund të jetë afër. Po e që është në Progonatës, apo në Nivica, apo në Salari, si do vej, kur do vej, ku do gjej shërim, ku do vej një që ka plasura pandesiti. Pra, mbyllja e spitalit është, për mua, është një krim. Ka shi popullsisë. Dhe reformat territoriale që bëhen në interes të forcave politike. Do marrim 2 bashki minoritare në shtetin shqiptar. 2 bashki që quhen minoritet grek. Livadhjaja, kjo, mirë them... E Himar, po thua? Jo, në Sarandë dhe Delvinës. Bashkia e Finiqit dhe bashkinë e Dropullit. Zotri, në Dropull, i ke apo si ke 2.000-3.000 vetë, se tërë kanë kur i ke në Greqi. Asë një s'ke ati. Po pse janë bërë? Janë bërë në zbatim të politikës dhe të kërkesave, të njëjtat kërkesa që ka Serbia në Kosovë me zajednicën dhe me ato asociacionet, e njëjta gjë është bërë në Dropull dhe në Finiq, në Vurg, domethënë në pjesën minoritare të Shqipërisë, dhe nuk flet njeri. S'ka se njeri dalë se kjo është armiqësore, kjo është antikombëtare, kjo s'ka punë fare këtu që ti bësh bashkim më vete ati ti, si etnitet. Dhe ata pasaj dalin parakalojnë në Zaqin, para 15 ditë sa u bën tani, të dërguar dhe nga bashkia nga ky i famshmi Kejfliu i bashkisë Fierit, që i doli emri me atë, me një nga ato në punë, se që kisha tje se ta dhe Kejfliu të tërë. Kjo duhet vërtetuar avokatë, mos themi gjëra që janë të pavërtetuar. Tani, të lutem, nuk u vate njëri në krevat, njërë i kanë sytë të balë. Pra dakord, po. Ashtu Por të thuajnë gjëra që kanë sens dhe që kanë vlerë dhe që vërtetuar. Dërgoj një grup atje që parakalojnë me flamurin e Voriopirit të 1914 Morzotri, unë i them gjëra Shqip, dhe dalë të thotë jo se kemi videon, po doni t'ja videon me retransmetoje. Cila është simbolika e kësaj? Autonomia e Voriopirit, 1914. Flamuri Zografos, i kështaj Zografos edhe atyre sharlatanëve të tjerë.